Nuk mundet me u votu në mënyrë të msheft, nesër ka shkelje kushtetuese absolute nëse qoftë një deputet e çon dorën. Ky takim që u ftuan nga zoti Kurti, ndoshta për të aktruar për mbushjen e një obligimi që edhe aktgjykimi i fundit të gjykatës kushtetuese e jep atij për konsultime në mirëbesim dhe për përgjegjësinë e detyrimin për të gjetur konsenzus apo kompromis, rezultoi i pasuksesshëm, sepse përkundër faktit që situata më nuk është e njëjtë pas aktgjykimit, zoti Kurti është i njëjtë, edhe qëndrimet e tij mbeten të njëjta. Dhe mentaliteti imponues e kryenësia politike vazhdon të si duket jetë për të më prioritare, më e rëndësishme se sa gjetja e zgjidhjes dhe përfundimi i blokadës në cilën është duke mbajt vendin që sa ku. Nuk mundet me u votu në mënyrë të msheft, sepse kjo nënkupton ndryshim të rendit ditës. E ndryshimi i rendit ditës edhe me këtë aktgjykim është shkelje kushtetutës. Për mua është vërtet shqetësues fakti që zoti Kurti me aq sa e poshtë nga ky takim kishte një interpretim çuditshëm të aktgjykimit. Dhe sipas atij interpretimi, ai mendonte se s'ka asnjë problem. Duket se vazhdojnë me jetu në realitet alternativ, në imagjinatën të cilën ata e dëshirojnë me kohën e vërteta, e që e vërteta nuk është ashtu, sepse e vërteta është kjo. Kaq shumë ujë mas majtës zgjedhjeve e mas fillimit seancës konstituive, ne jemi në blokadë politike të imponuar pej lëvizjes vetëvenduese dhe pej Albin Kurtit. Por një gjë mund t'ua them sot. Nesër nuk është njëjtë sikur para 3-4 ditësh. Nesër deputet që e çojnë dorën për atë komision bojnë shkelje kushtetuese me vedije dhe do t'i mbajnë përgjegjës secilin veç e veç, pavarësisht cilës parti i takojnë. Sepse Kosova nuk mundet me pas shkelës të kushtetutës. Nesër ka shkelje kushtetuese absolute nëse qoftë një deputet e çon dorën me votu atë komision. I pari që bën shkelje është ai që e propozon, kryesuesi i seancës. Nëse nesër prapë lexon skenarin e njëjtë, në momentin që e thot po e çesën votim, ai bën shkelje të kushtetutës. E tani edhe kushdo tjetër që voton.